se një për një quka më ndalë. Dhe që isme një si shkolli për mi. Pasha. Në pasa fulli një heq, tasha me ljonë që shta. Shqeqja Maria, ashtu tash për gjithmonë i jetës. Amen. Sa ne lijepa pa je katër jashtëm, o Jesuse, na i fal mëkatet tona, sa na përgjavës tjetër, që i shpirtrat, ose do mos për ata, që kanë ma shumë nevojë për mëshirën tënde. Të falemi për ndryshme. Nana mëshirës, jeta me cime shpresa jonë, të falemi kytë të rasin, na të shkretët, vite eves, të i shak, të i qimue, e të i fjallë, në këtë shekull, ljot me ljot, dhe pra pajtoria jonë, ata sytë mëshirë shmitu, si dhe prej nesh, e Jezusit të bekuarin, fritin e barkët tanë, në masaj shkretije, nga kalzot, o e renqia, o e buta, o e angla, Virshka Maria. Amen. Si pas jetit shenjit të ato, aty në që jenë në qilë, u shenjë ropë të një, artë vërëtëria jote, u vëmbullnesa jote, si në qilë,
na I fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na let të hyjmë në problem, por na liron nga i keqi. Të falemi Maria, plotës zotë me Ty, e bekuar jeni të gjitha gratë, e bekuar fryti I barbotën Jezus. Shëndetë Maria, Madre e Zotit, lutu për ne mëkatarës, tash në ditë të vdekjes sonë. Amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë në jetën same. Mbretërisha e paqes, lutu për ne. Shenjtja Nana Teresës, lutu për ne. Shenjtë Shëfut, lutu për ne. Me mëkatit e të Birit e Shpirtit Shenjtë. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin. Vëzër e motra, për zëmërsisht ju përshëndes mirë si filial në këtë mejsh të shenjtë. Pra sot të mejsh shqiptarët është ditë e veçantë, është nata e shëngorit. Dhe kudo që jetojmë, kemi dëshirë ta festojmë. Prandaj, Gjëjoni që në fillim cakishtë, ta përshëndes dënë Shpjepën Dodës, meshtarin cilin ju e njihni mirë, sepse derisa dënë Shpjepni është komuar me
Innsbruck të Austrisë ka ardhur të këtu dhe ka kërtu mishën bashkë me ju. Ka alltu me prem gjithmonë atu, sepse ka qenë student, me 7 student, dhe sot pra janë shumë i lumtur që pas një kohë të qarë, do në shqipni ndodhet mesin tonë. Do në shqipni në Kosovë, një beshbin tonë, e kryen edhe detyrën e drejtorit të Radio Marisë në Kosovë. Pa është një punë vërtet shumë e madhe, është një punë që do në angazhim, është një punë që duhet bërë programet e mira, sepse dëgjohet në Kosovë dhe në mbarë totën përmes internetit, është një punë ku ndoshta do të shtirë ka nevojë edhe për përklatjen tonë materiale, sepse kosovëtarë nuk ka, prandaj ati duke dëshirueshëm jetë e betimin e Zotit në punën e tij fisnike që bën Radio Maria e Kosovës, e tras edhe ndërgjegjen obligimin tonë moral që ta ndihmojmë dhe ta përkatim. Do të shpjehni, do t'i primë kësaj veshje të shenjte dhe njëkohësisht e përshëndes edhe Gjakonin këtu të kryenkenit, Zotrin Palmer, i cili ka sot të këndon bashkë me ne. E këtë veshje të shenjte, lutemi gjithashtu edhe për shpirtat të ndrua të marrë të Marniku, për bekim familjen Lukiqit dhe Nder e Lam Shënku. E lusim do shqipnim që ta primë këtë veshje të shenjte. Faleminderit, Dona Bertë, ka shumë vëllezër dhe motra, është zëri që do dhe mesin tuaj, edhe i kujtuje shumë ato takime që i kemi pasur për veshje të shenjta kryesisht. Por zorë që nga ka bashkuar shkolli këtë natë të shenjtë, e gëzohemi që Zoti na do. E këtë e ka treguar në vjetë Shën Nikolës, e në fillim sa meshte për një kredu dhecje që të mistere shenjta dalin, sikur që rrezikeni edhe dalin pa përroja, ashtu dalin edhe para dashnisë Zotit në e përjetue mëshirën e tij, edhe pendohemi për një fajnë shima për gabim, nëse në badit në gjegja dhe në njërën e tyre, i kërkojmë Zotit falje dhe pendohemi me zemër. Po e fekë, kërë të shqetë të shteshëm, dhe i përvëzër e motra, se kanë kërkuar shumë, me vendime, me fjarë, me vekra, dhe me shëshime, për fajnë tim, për fajnë tim, për matmade i fajnë tim, prandaj poj porosite të sëllën në smari, gjithmonë thjeshtë, të gjithë menqëve,
e Shënikolës i pesht, na shpëto prej që ka rreziqeve, që të shpektojmë pa pengesa gjatë udhës së shpëtimit, në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton dhe mbretëron me bashkim me Shpirtin Shenjtë ty, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Unë të dëshojmë fjallën e Zotit. Lexim prej letrës së Shëntorit Apostull drejtuar Romanëve. Dëllese, nëse hyri nga përgjat, kush do të jetë kundër nesh? Ai as birin e vetë nuk e kurseu, por e dorësoj të frijove për të gjithë ne. E si atëherë, bashkë me të, nuk do të na japë çdo gjë. Kush do t'i paguajë të zgjedhurit të hyrit? Hyri shfaqson. Kush do të dënojë? Krishti Jezus vdiq, për me tepër edhe u gjallë. Ai që mbron e të gjatën e hyrit. Ai ndërmjetëson për ne. Kush do të na ndajë prej dashurisë së Krishtit? Dëshirësia, ngushtica, salimi, uria, zhdështësia, rreziku, shpata, sikurse është në shtim shpejt. Për shkak tënd na vrasin si një ditë për ditë. Na shmuaj po si dele të caktuar për t'u prerë. E prapë se prapë, në të gjitha këto, jemi me tepër se nga myes, në sajtë e atij që na ka dashur. Janë plotësisht i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëj, as pushtetet, as e tashmja, as e ardhshmja, as fuqit, as forcat e lartësisë, as ato të mënyrës dhe as në krijesë tjetër nuk mund do të na ndajë prej dashurisë së hyrit, që na udhëtua me Jezu Krishtin, Zotin tonë, fjala e Zotit. Gëzova kur më tha, aja të shkoj në shtëpinë e Zotit. Besoj edhe atëherë kur më duhet të them. Jam i pafat për si tepërmi. Në mundtimin tim kam thënë, me na cak për çdo njeri. U gëzova kur më tha, eja të shkoj në shtëpinë e Zotit. Si do t'ja shpërblet Zotit për të gjitha mënyrat që mi ka dhënë. Do ta vret botën e shërbimit, e në nderim do të tharras emrin e Zotit. Do t'i thyej kushtet e mia për Zotit, me prani e mbar popullin e tij. E çmueshme është para Zotit vdekja e shenjteve të tij. Eja të shkoj. Unë jam shërbëtori yt dhe një shërbëtore sate. I të kute hekurat e mi. Ty do ta kushtërtim e lartit, me nderim do të tharras emrin e Zotit. U gëzova kur më tha,
të shkojmë në shtëpinë e Zotit.
Se edhe për shkëllë zakonisht mendojnë për dhurata, kuptohet që fëmija më shumë orientohen ka gjëra materiale, por ne dim që qëllimi edhe i dhuratave është me mësu fëmijën mu gëzu me dhuru. Kjo ka qenë zemra e shëndohet. Prandaj edhe njerëzit e prejnë me gjestin e dije, po dhe shenjtër dhe bjerë në dorë. Çdo shenjtë ka pas një dhuratë të mirë të Zotit që e ka dhënë me tjerë. Patjetër që është rëndësishme dhurata, por edhe gjesti fisnik, zemërgjësia e shëndohet sot e kësaj dite na prejnë qëtëve. Prandaj edhe sa shumë gëzohemi kur e shohim një fëmijë që mëson. Kjo është shpirti, ajo fryma e ungjillit dashur vëllezër e motra, kur ne si njerëz gëzohemi që të realizojmë diçka. Dhe kemi vërejtë që sa to që grumbullojmë pasurinë e kësaj bote, prapë se prapë metën diçka që e shohim që zemra jonë do diçka më shumë. Dhe është mirë me vërejtë edhe këtë përshëllës ose një lloj sprastie që nga ka plot nga njerën, ose mos edhe në mërësie, s'ka të mundur i të marrin që prakto dhe prapë se prapë diçka është të dukuve. Kjo është ajo thirrja e malli, e dëshira e flak për Zotin. Se vetëm ai mund na plotësojë shpirtin se prej tij vijnë. E është një vepër e mirë që një duhet marrë që i sillet dhe fin kish. Sepse kjo është investimi më i mirë që i t'ia dhënë fëmijës tuaj, marrë në një mend. Patjetër që është në rëndësi edhe puna, edhe gjanat financiare, që ka kënë në rregull, por megjithatë mos e harroni shpirtin. Ne jemi edhe trup, po jemi edhe shpirt. Dhe të dyja të vlefshme, sepse nga njerë mendojnë që vetëm shpirti, jo, edhe trupi është në rëndësi, sepse ne jemi të dyja. Por është mirë me kuptu se si funksionon njeriu, sepse kohëve të fundit është të nashku vëmendja shumë nga ana e trupit, e këtu ekziston që po i tundin, që mendojnë vetëm për të, dhe sa do ta plotësojmë ato prapë se prapë besin pak nashur. Sepse trupi e ka ashtu, tu ajo dimensioni instinkteve kur nuk di kufi. Edhe nuk pyta është diçka mira, nuk është mirë, me rëndësime është mundi mirë, edhe nuk mendojmë shumë për tjetrin. A në momentin që vinë kish e dëgjojmë Krishtin çka po na thotë, e shohim se do të menduar për tjetrin. A nuk është ky shpirti i ungjillit që e ka jetuar dhe shëndrolli? Që shka ditë ju, mi po do sprastina ose do hallet të tjerëve, edhe si u kanë ndihmuar atyre, këtu e ka gjetur atë kënaqësi e shpirtit. Ta pyesim vetën vërtet, ato si përvojash. Shumë e rëndësishme vetë si përvojash, me gëzu tjetrin. Po dhe nga njerë, thjesht me qëndru afër atij personi. Shpesher mendojnë apo me smujnë mua ati, jo nga njerë një afton me qenë afër tij dhe me dëgju, me marrë seriozisht çka u thonë. Kjo është edhe dhurata e kohës, që shpesher nuk di me shmu ashtu. Sot kohë të fundit në Kosovë, ndoshta edhe këtu veç ankohet zotni, janë një emër e zemre nuk vjen më pa. Që sa është edhe plagë, si është e mundër, po ai ndoshta edhe shëtit në sërish, por ai do pranim e fëmijës vet. Po dhe fëmija e kemi vrejt besoj edhe jo vrejtër të dashur. Sa do që ja blen ato këto, po prapë se prapë ai do ty, pranim tënde. E mos të dim të mendojnë që jenë të janë fëmijës tonë vetëm nëse ja bleni sen. Sepse ajo është një pjesë. Pjesa tjetër është prania jote, si papë, si natë, si vlla, si mokër. E këtu janë ato dhurata që Zoti është nga dhënë. Çka i të lyp Zotit kohëve të fundit? Si duket lutja jote kohëve të fundit? Këtë
për të mira, kredo është të këmë në bregu. Por, atë një thonë Zotit faleminderit për këto është të të lanë, se Zoti është të brekuve. E shumë njerëz, edhe pse i kanë, edhe sa dorën e mirë, në në parnoshë, ma tjede vinë edhe depresion, se e shumë të shka është në ngu. E kjo është ajo faza kur duhet një të du Zotin, dhurusit dhurata, që është Krishti Zotin, që na do të mirë, edhe është vërtet të na beku të mira, e që atyre festave si të mos për krishtinjë edhe për shumëtot, është një rast të mirë mu mësu që e kemi një Zot mirë, një Zot që të ndonë për neve. Edhe atëherë kur nuk njihmi mirë, edhe atëherë kur kemi të mira. Pra një Zot që ta do të mirë. Kjo është e shqetënia. Këtu kemi mu ushtruhe, kemi kohë, edhe kemi momente, mundësi mu ushtruhe, që mos nga kom një loj antë, se po merë diçka, po mes ana shmondu diçka, nëse janoj kohën një kuj, nëse janoj vëmendin një kuj, nëse e flasë në telefon një ka që në kështa një kuj të shakë, si e këmë përshu dhe sonin, së në mos pakën në vetë. Në ta pysim vetëm që atyre të ditëve, ku do mi u këthyre jetës vërtet? Ku do të me këqyre jo vetëm shka ku shtot barku, jo vetëm apo e ndje vetëm mira jo, po ku muj me po mirë? Sepse këto e dëshiron shpirti. Shpirti jonë e qenë pashen kur ka vlera. Vlera shpirtnore, mirë kuptimin. Dhe të kujton ajo shka jo zemra jo të dëshiron. A i tjetit njajnë në qanë dëshiron. Prandaj, ta ushtrojmë shpirti që atyre ditëve, vërtet edhe me lutje. Do shtë janë shumë jashtë të marë me preokupimet, dhaja, jo puna, jo familja, që të sotë, merë kohë, sepse Zoti e tonë durimin. E këto rritët edhe besimi, jo vetëm me një herë më në madhë përgjigjen Zoti, por Zoti nga kjerë heshtë. Kuptimi që ti me ditë me prit një të mirë, se kjo është ajë besimi që rritët në pritje, kur i lejojë Zotit me vendosë kokën e vetë, njërën e vetë më madhoni të mirë. A e kanë të shpirë pritjes, ko e atjes dhe shërën pikrisht këto më nga ushtruhe, me prit sa të vjen e mira, Krishti, dhe të kemi shumë mundësi të ashtë të vlasë me motra qëto ditë me ju shtru këto virtyte. Të në shumë një mohët të si. Zoti kur nuk më nohët. Por e kërët, momentin që është e mira edhe jotja, por e mira edhe një kuj tjetër. Pra daj në shëra me ta dhamit mirë, pak ma vonë, për ty do këtë ma vonë. Por ato është koha e bukur. Edhe du një qmu këto fazat jetës kur duke një pak të padurushën për një mirë më në arë. Por është pastrimi i zemrës. Sikur Zoti do ta vendosë pasqyrën shqip në vetën, ku duhesh të korrigju, ku duhesh të thonë vetë stop. Edhe pse ndoshta trupi ju dëshiron me mbledh dhe grumbullu këto me arrit diçka, por mos e lëndshmo jetën me Zotin. Mos e lëndshmo shkumjen bashkë me fëmijë në kishë. Sepse ti e pja dhoni pasurin që është e pak shmushke, sot ti me bleku ura pasurin. Dhe sot e kësaj dite nga këtohen në rrë që nga kam su, që ka nga kam vetë prej anës shpirtore, se si kam su gjyshja, lokja, ose nana, baba, edhe ka cilë dhe shprak se prati mi u këshyje, këre vera, se janë shpirtore, i te kalem kohën e vendet e geografinë e historinë. Se është shpirti. Prandaj, këthenju këtyre vlerave nëse dojnë me qenë paqen, edhe nëse dojnë me pas një harmoni të mirë e kemi shumë një rast mirë, se falenderojmë Zotin që nga ana materiale kush nuk keq për bukë e këto gjana, por tash është rasti me madhë të hapin tjetër. Me ushqy shpirti.
me ditë me ne me dikon, me ditë me dëgju dikon. Me ditë edhe me meditu fjallën me Zotit. 5 minuta. Edhe I kemë shumë mundësi, po disi, ndoshta në mendje na ka shku shumë, ka që duken, që preken, por mos t'i harrojmë edhe këto etjet, këtë ushqimi shpirtëror. Atjere që ma paqen e Zotit, atjere që me gjonë Zotin, atjere e gjonë atë kuptimin e jetës, atjere kena me mund me bëmë në shka më thonë Krishti. Kokëra e grurit që vdes, atjere kime qenë gjendje e sakrifiku. Kjo është e vdekja, që nuk dukesh edhe mi adhën kohën, vëmendje, energjia ati, sepse në zohën zemra që aja është urësu. Kjo është me qenë njeri e me qenë besimtari vërtet është në tasën në mëtra. Edhe to Zotit do t'ju dha, Zotit kur që nuk do me t'ma, Zotit vetëm që ka do me t'ma, edhe vetë djetra jonë është durat. Pra ndaj një krishten duhet me qenë optimist, duhet me përma jetën vërtet një durat mrekullueshme që ti kush ma ka po, nga njëherë nështë ta se dim, një kohë dhe sa mos ta zbulojnë, ti pas ki qenë që ki dhanë të mira. E kjo është Zoti jonë, Zoti shumë bujar që na jetë të me të mira, familjen, bukën, ujën e kështu me da. Qatë këtyre ditëve më do të ashtë në bazën e kontra, mos më fokusu atë shumë të dhurat sa të dhurusi, që është Zoti. Edhe në mbarën të nësot falimin. Nga njerë personi do të pojti Zoti po s'pendi. E atëre thuje me fjallë, se ta domi me thënë edhe me fjallë, nuk me afton veç me menu me krye. Duhet me thonë se sot faleminderit edhe shumë konkretisht për familjen, për vllahën, motrën. E nëse të në gjendje atë çka që ndoshta duhet me konçu, e ke mundësi, shkon në fen, mos e rrinë ke barën e fajin, mos ja prish vetës gëzimin. Edhe nëse nuk I ke gjitha, kjo s'do të thonë që s'funksion nuk sugja këtyre ditëve të festave. Por, rregullon edhe ndoshta në një raport që ekziston nëpërmjet familjarëve ose tafën të tuj, se na njerëz jemi, deshëm apo nuk deshëm e lëndojmë në një. Kjo është realiteti I jetës edhe kisha ta e një familje, për dhe ekziston edhe rëfimi. Se për një njeri krishten nuk ka dështime. Çdo dështim është rast në përvujtnu, rast në afru Zotit edhe më shumë. Prandaj, shfrytëzoni këtë moment, nuk e Zotit nëse s'mundeni me fuqituja, e në fakt nuk mundeni pa fuqinë e Zotit, dhe thamë falë. Sa do që zgjat pak, po thujnë e zemë. Thujnë një fjallë mirë t'i dujë, nështë një kohë gjatë, o të s'ke formë e ta. Shikë, pse? Se sigurisht nuk është një arsye e madhe. Por nëse nuk kënë gjithë këtë probleme, nuk do të thonë që nuk e takoj, nuk e thonë një fjallë mirë. Nga një disa probleme kërkojnë kohë, sigurisht. Por nëse le vetën pa shpirtin e Zotit, pa shpirtin shënkohë. Ky është shpirti shënkohë që ka të mirë tjetëri. Prandaj që atyre ditëve menojnë mirë për një tjetër. Edhe nëse ka lëndu dikush, menon mirë se nështë ka pas dhe I halën e tërë që ta thonë ashtu, ose që ta thonë shka. Por në reqen ato, pakën bëje pjesën tëme që ta qesh pashën e shpirtit, që mos të kalojnë këto festa thjesht vetëm për sa përsuje faqe, por që tjetë vërtet fest, edhe nga ona jashme, por edhe në zemrën tëme, familjen tëme, bashkësinë tonë, botën tonë. Amen, qoftë të uaj Jezus. Zotit lutjet tona, I kërkojnë edhe ndërmjes I Sveshën Nikolës që të na udhëheqin edhe ndërmjesin e tij e festën e shënkohit familje kishës të themi të qojë o sot të lutjet tonë. Të qojë o sot lutjet tonë. Në të shumë kullit, për atje, për të qëtë të krishterë,
pastor në të kryshtë të lutemi. Me ndërmjetësinë e shokullit mater, forcojnë e fejtë të gjitha ata që buaj dhe përjetojnë pa drejtësi të lutemi. Një Zot, jemi fora atyre që të në gjatë për ty. Në ndihmoj që jemi besnik në sinjë tërë për ty, gjithmonë në drejta të mira të dëshmoj të lutemi. Që të i kujton që qëroj në matere të tu të lutemi. Kjo ishte në zemra që drejtojnë se cili prej nesh një lutje përmjetësisë së shënkovit, që Zoti të na plotësoj kohën e vet, mbyrën e vet, atë mia që e kemi. O Zot, ju jam shkuar vënë që sipas shembullit të shënkovit, që ai ka mësuar ndikimin e Shpirtit Yndor, gjej vend edhe në zemrat tona, dhe për Krishtin i Zotit tonë. Amen. Amen. Dhe me shpirtin tënd, vi kemi të Zoti, është punë e denjë dhe e drejtë. Zotin tonë, atë e paralajmëruan gjithë profetët, i jetë
shpërndën e vajtin e dashurit pa tregueshme, gjoni tregoj se po vjen dhe teftoj pranishëm. Ai na dha mundësinë të përgatitemi me gëzim për misterin e linjes tij, që të na gjejë shumë në urat e të gjushëm duke e larguar atë. Dhe prandaj bashkë me engjëj dhe ky engjëj, me fronë dhe zotrues dhe me gjithë alatën e ushtrisë qellore, po këndojnë himin e lartësisë sate, duke thënë pa pushim. Misteri i fesë. Prandaj, o Zot, duke e përkujtuar vdekjen e gjalljen e Birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës për kërkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje e të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përkujtëri që Shpirti i Shenjtë të na bashkojë në një tokë të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakut e Krishtit. Të vjen në mend o Zot për kishën tënde të shpërndarë katër anët të botës, për sosjen e dashurisë, bashkë me papën tonë me orën e 14, Argjeperin Marks, Piperin Tondolën, gjithë Piperin e Shqiptarë dhe me gjithë klerit tënë. Të vjen në mend edhe për vëllezërit tanë e motra tona, të cilët pushtuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që ndiqen në mëshirën tënde, pranoj dhe ata në ditën e tyre sate. Po të lutemi Ty,
në shënjë e zëjtë në fatin e saj, në shenjë të apostujt, në shëngollin, në shënë në të rejës, në shënë i rëminin i lirë, në shënë florin e laurin dhe atanë, në shënë astin i perë të lusit, që gjithë tjerë të përqyër, që të nardojnë dhe të rëdojnë dhe prezë Krishti vjerë të tanë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o aty që pushteshëm, në bashkim me shtirtin shenj, të qozon dhe radi, për të gjithë shekuj dhe shekujve. Dhe si nuk da u të shekusi, dhe si pas në si të tinur, pare kusi të themi, ati Që jenë qërë, u shejtë rotë e mirë. dhe për mirësinë tënde na jep paqe në ditët tona, e në saj të mëshirës sate, do të lirohemi përgjithmonë prej mëkatit, e të kemi sigurt prej çdo turburimi, duke pritur shpresën e lume, ardhjen e shpëtimtarit tonë Jesu Krishti. O sot Jesu Krishti u të thënë apostujve të tu, po i me pace, po i jap pacen time, mos shqitëm mëkatet tona për fejnë e kishës sate, jemi asaj si pas vullnetit tënd pace dhe bashkim. Ti që jeton e vërtetën në shekuj e shekuj. Amen. Paqja e Krishtit qoftë gjithmonë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Jetja i mirë shenjë.
qeku, si dhe ju të gjithë paranishëm në emrin dhe bashkësisë sonë të ordinimit nga zemra e përshëndesin dhe ju uroj një seradë të ndërëzje këto festive. Sot e me mbledhur si bashkësi për festuar një matë të shenjë dhe të dashur për ne, festat e shënturit, shënturit të realisë të perishës dhe të shpresës. Shënturit nga lutën se zemra e fishterë hapët dhe vezohet kur një jakën, kur ndojnë, kur kushtot dhe kur shërbej. Kjo është rruga që Krishti nga ka mësuar dhe kjo është rruga që ne si komunitet kemë ndjekur për shumë vite. Ky vit është veçantë për ne sepse emisionin shënon 40 vjetorë në përmendje. Një jubilej që mbush në gëzim, por edhe në reflektim të mirënjohje. Një njohje dhe falënderim i sinqert për misionarën atarë që nuk bën adventistën dhe gjithë kujtime të tjerë që kanë shërbyer në zejë për pushtime të ashturit e madhe për ne që punë në kemë si Krishti që shpërndar. Përfitojmë nga rasti për me falënderim për njohje për punën që ka bërë për ne, në shërbimet e tare me shtarake, turë të pranishmin të shkjetën të turës. 20 vite besim, 20 vite punë, 20 vite për pushtim, jo vetëm nga krahët e kishës, por edhe në vepra konkrete të dashurisë, kulturës dhe humanizmit. Si bashkësi kemi dëshmuar se besimi nuk qëndron vetëm në fjalë, por në vepra konkrete. Mbështetje për të bakrit, për të smuar, për familjen në nevojë, ndërtime e rëndime shtëpish, ndihma për familjen në Kosovë dhe Shqipëri, përkrahje mbështetje financiare për Prishtinën e Kosovës, mbështetje për ushtrinë shqiptare të Kosovës dhe përkthetje për lirinë e Kosovës, si dhe shumë nisma të tjera kombëtare e kulturore. Miq të dashur, tash këndojmë dhe festojmë nga festat e nëntorit. Në nëntorit e shenjtë për ne shqiptare përrutimi në respekt para historisë sonë të larmishme. Kujtojmë me krenarin vitin e kamorit të qesh Kastriotit në Tuj në 25 nëntor 1423, që u bërë dritë të dirite për shekin në rarë. Në rëmë Ismaj Gjevani dhe bukat e drejtë në 1912 që shpanën me rëndësinë e Shqipërisë dhe hapën një kohë re për kohën e shqiptarë, si dhe të linjën e komandantit e gjendar Arenashari, simbol i sakrificës dhe vendosmërisë për lirinë e Kosovës. 28 nëntori është linje që në aplikan se liria nuk është dorë, por amanet. Kërkon përgjegjësi, unitet dhe punë për ta mbrojtur, për ta forcuar, për ta bërë shpërblim e vetë temë për të mbuluar. Faleminderit gjithëve që keni ardhur për të festuar së bashku. Faleminderit prindërve, në veçantë nënave, të rinjve, fëmijëve. Faleminderit kontorëve të palove të bashkësisë sonë, qytetarëve, modrave, rektorit, ministrantëve. Falenderoj gjithë bashkëqarët dhe organizatat që shqiptarët më të mirë dhe rëtimin për bashkëpunimin dhe përkatën. Në anë të gjithë besimtarëve, falenderim të madh Radio Manesë Kosovës, drejtorit të Shqipërisë dhe stafit që kontraktën me kanalin e Kosovës për të bërë të mund të transmetimin e meshës të veçantë brenda festive. Falenderit gjithë atyre që kanë kontribuar në organizimin e kësaj feste. Zotë e bekof komunitetin tonë, Zotë e bekof kohën shqiptarëve kudo që ndodhur, gëzuar festën e shënturit, gëzuar ditën e paqësisë të femrave. Faleminderit. Por, o do të ndërrojmë pak orare, sepse
kështu se vërtet me kohë pak jemi ngushtë. Pra, dhuron nga dorume, vokrave, dërshtjeftit, gjakonit palme, mandej oso, Kërizit, Osman Kërizit, sakristanës Kuzorës Jacinta Heinrich, Flore Mirat Kuke, se cili sonë do nga karakter në muzik, për me do ratat në river do ka nëmi stesar. Ose që jemi kishë, duhet të mejtonë edhe lajët edhe nevoja e famillisë, pra dështimin për të të manëdërën nga zemra që ka rëdhen ka spodej këtu, sepse nësej se ka marmarë në kohë qatë ka kalu, se në ka kalu në juve ka shenë mundeshme me arqit një brejnës grupit e deri këtu me tërën, e në rukim me tërën, e duke tja ka me një të nga lua këtu njëtë e ti, por si do qoftë është punë e mundeshme, se do rrë është rronë ka shku gjatë e janë plavë, e në kuci me thamë bishë, pra është rrugë e mundeshme. Që ka në dërën nga zemra dhe jo shërkovin që t'je shënde të mira. Unë ka në qimë vogët, por gjithë se janë 14 sopa shërkovin. Do t'i bekojnë tash dhe ju mundëni ka të dërvejtë ka ma shumë. Me në marë në rejtë në shtëpit. Unë e kam ka nuk jevër për gënërën të shtëpia, nuk janë për jevër. Do që rasta. Mandej, kush se ka marrë kalendari, e ka mundësi me marrë kalendari është këtu por gjorin, si ka të dhe gjorin ka angazhër, e ti kalendari këtu dhe e menit të gjorin. Kalendari është 10 euro dhe këtë kodat kalendari, shkojnë për një fëmi, Juliana Kroka e prej Gjakove, pra familja Kroka e ndoshta ju e ditë, për vejtë nuk e jo, por për mes pratit Gjakovës, në vendrejtu për di, vajza ka 10 vjetë. Ka lindër pa dhe qenë, për nuk dhe gjërë. është për operacion dhe ja kanë të grupe aparaturën brenda pesh. Dhe kanë kalu të vite dhe të aparaturë të rejë. Po kanë dhe grupin të dojë dhe krejt ato shpenzime janë 15.000 euro. Pra kush dëshiron me ndihmume, unë jam zotu si prit Gjermani, se do të ndihmoj, kush dëshiron me ndihmume të vazhde, vjeqe, e ka mundësi nga dhe kishës, pra një prej ministratave do këtë me shport dhe këtë mundësi se i cilë për jush të ndihmoj. Dëshiroj të falenderoj edhe Gjergj Grabanicën në cilë këtë vit e ka financu shërkohë. Pra e ka gjithë shërkohën në braka, që shërkohën të jetë të një vetarë. Pra ndaj, posa të bëjë bekimin e qiripe dhe e marën bekimin e vishës nga do shkjetni, shërkoj, do të vinë dhe do të shoqërohet në fëmijë. Pra kemi edhe një mundësi të minë, edhe në bëhotën e shërkojit, dhe shërkojit do të kalën një moment në ta. Rritë një kam të bekojnë qëri.
Zotit tonë. Edhe në të fund, falenderoj gjithë juve që keni marrë pjesë këtë me shenjë, falenderoj shumë për Albertë, për bashkëpunimin që kemi në Marinë e Kosovës. Zoti ju shpërblet, secili prej jush që mbështet i padre si juj, disa që mbështesin në Marinë e Kosovës, Lekina Melun Elkas, Zoti të na dorë të nisës që është pajtoria e radioson e ju shpërblet në gjitha të drejta. Pra, edhe diçka që miku ka media në këtur, po ka shtenun, pra kështë në ka një kohë Radio Marinë Kosovë. Ndima me mirë është që ta ndërsohën e atje, po qoftë edhe 5 euro në mundë. Pra, unë ka në një konton emisionin tonë, sepse konton në Austri ka disa probleme në kur fundit, nuk janë të më koha atyre që janë të abonu me akonto dhe mund jemi të re, mund dhe të kejtë edhe të shkjetin, por një abonimi mirë për 10 vete, mund 5 euro që është në 10, është një dik ma e mirë se sa kur e takoj drejtori. Shpërtimin e jetës pasosur. Amen. Dhe me të një vitë pushtetshëm, javi, e i viri dhe i shpirë të shmenit ati ju e të ndrohë për gjithmonë. Amen. Nuk e vjena ka mishë në kohë e amordina në rrugës e fëtot, po që në një derën se duke kam para derës nishës.
A janë përshritje shta? Po, po. Që mos është ka në fund atje, si një ideale, ka emin, shëpat emin, duke që atje në fund është. Po. Me teknik, tash me teknik.